Më në fund Bashkia Bulqiz gjen zgjidhjen, kthen trotuarin në Argjinatur Mbrojtëse. Që prej nisjes së rreshjeve të shiut në muajt e fundit të vitit të kaluar, rruga që lidh dy lagjet e qytetit të Bulqizës ka qenë e përmbytur, jo vetëm rruga, por edhe terminali autobusëve dhe disa biznese në zonë. Shkak për këtë bëhet të mbushje e kanalit Ujmbledhës që nis nga qafa e Buallit. Sasinë e ujit që grumbulloi nuk e përballonin tombinot e vendosura, duke bërë që uji më pas të vërshonte në terminal, rrugë Banesa. Por pas shumë përpjekjesh, siç duket Bashkia Bulqiz ka gjetur një zgjidhje. Në pamundësi për të rregulluar problemin me zgjerimin e kanalit apo veprave të artit, tek ura që e përcjellin ujin deri në Vajkal, ka ndërtuar një prit në trotuarin e rrugës dhe u është thirrur në të gjithë trotuarin në formën e një argjinature në mënyrë që nëse do të ketë rreshje shiu e fryrë të kanalit Ujmbledhës, të mos bllokojë rrugën e makinave. Jashtëkamrat qytetarët thonë se kjo është jashtë çdo standardi, pasi dhe u hedhur ka bllokuar gjithë trotuarin në të cilin lëvizin këmbësorët. Prej më shumë se 2 muajsh kjo zonë e Bulqizës përmbytet nga ujë duke shkaktuar probleme në lëvizjen e lirë të qytetarëve, automjeteve, por edhe dëm ekonomik tek bizneset.